Mediat kosovare kritikojnë presidentin shqiptar Bujar Nishani për një tokë fjalësh të përdorur gjatë takimit me komisioneren e lartë të OSBE-s për pakicat kombëtare. Në një njoftim për shtyp, presidenca bën të ditur se biseda u përqendrua mes të tjerash në Serbinë e Jugut mbi gjendjen e të drejtave të shqiptarëve atje. Mediat kosovare shkruajnë se krajina shqiptare në Serbi, që njeh si Ulgina e Preshevës, deri më sot nuk ishte quajtur ndonjëherë nga zyrtar shqiptar si Serbia e Jugut. Shumë e njohin edhe si Kosova lindore, ndërsa presidenti i Republikës Bujar Nishani e emërtoi Serbi e Jugut. Duke u ndalur tek të drejtat e shqiptarëve të Serbisë së Jugut, presidenti vuri në duke se ndjek edhe vënia në zbatim me planit 7 pikësh nga qeveria në Serbinë e Jugut është prioritare. Gjithashtu, presidenti evidentoi rëndësinë e nënshkrimit të marrëveshjes për njohjen reciproke të diplomave mes Shqipërisë dhe Serbisë, si një hap që do të nxjisë punësimin e të rinjve nga Serbia e Jugut të arsimuar në Shqipëri dhe jo braktisjen dhe shpopullimin e zonës, thuhet në komunikatën zyrtare. Edhe në rrjetet sociale, mospërmendja e Preshevës dhe identifikimi i saj si Serbi e Jugut ka ngjallur reagime duke kritikuar këtë qëndrim të autoriteteve shqiptare.